Gazetaria në kërcënim shtetin e heshtje, rasti i Osman Stafës dhe dështimi për të mbrojtur fjalën e lirë. Kërcënimi ndaj gazetarit Osman Stafa nuk është një episod i izoluar. Është simptom me një sëmundje të rëndë, një shtet që nuk mbron ata që thonë të vërtetën dhe një sistem që reagon vetëm kur skandali bëhet i pamohueshëm. Osman Stafa është kërcënuar sepse ka denoncuar, sepse ka folur, sepse prej muajsh çdo ditë ka nxjerrë në dritë atë që shumë kush përpiqet ta fshehë: abuzimin, mungesën e kujdesit, mungesën e medikamenteve, keqmenaxhimin dhe korrupsionin onkologjik. Sot, onkologjiku është pamja më brutale e shëndetësisë shqiptare dhe njëkohësisht pasqyra më e qartë e një shteti që dështon. Askush nuk duhet të sulmohet për fjalën. Askush nuk duhet të kërcënohet për të vërtetën. Aq më pak një gazetar i cili ka për mision informimin e publikut. Kur një gazetar kërcënohet, nuk sulmohet një individ, por sulmohet e drejta e shoqërisë për të ditur. Heshtja institucionale është po aq e rëndë sa kërcënimi i vet. Policia e shtetit, e cila duhet të jetë garant i sigurisë dhe i ligjit, nuk mund të sillet si spektatore. Çdo minutë vonesë, çdo reagim i vakët, çdo relativizim i rrezikut është bashkëpërgjegjësi morale dhe institucionale. Nëse sot kërcënohet një gazetar dhe nesër askush nuk mban përgjegjësi, mesazhi është i qartë: frika lejohet, e vërteta ndëshkohet. I bëhet thirrje ministrës së Brendshme që të hetojë rastin me seriozitet maksimal dhe të sigurojë që përgjegjësit të dalin para drejtësisë. Jo deklarata formale, jo komunikata boshe, veprim konkret. Ndryshe, policia pushon së qeni institucion ligjzbatues dhe shndërrohet në dekor pushteti. Po aq urgjente është përgjegjësia e ministres së shëndetësisë. Onkologjiku nuk është thjesht një repart spitalor, është vendi ku njerëzit luftojnë për jetën. Kur aty ka kërcënime kriminale, kjo do të thotë se situata ka dalë përtej çdo logjike normale. Nuk mjaftojnë inspektime të vonuara dhe justifikime administrative. Duhet ndërhyrje reale, masa konkrete dhe transparencë plot. Gazetarët duhet të mbrohen në detyrën e tyre. Pa shtyp të lirë nuk ka demokraci. Pa gazetarë që denoncojnë, korrupsioni bëhet normë. Pa mbrojtje për fjalën e lirë, shteti rrëshet drejt frikës dhe heshtjes së imponuar. Në një vend normal, gazetaria mbrohet. Në Shqipëri shpesh sulmohet, kërcënohet dhe lihet vetëm. Dhe kjo është prova më e qartë se problemi nuk është vetëm te një kërcënim, por te një sistem që nuk e duron të vërtetën. Sot është Osman Stafa. Nesër mund të jetë kushto që guxon të flas. Nëse shteti nuk reagon tani, atëherë ai ka zgjedhur qartë anën e gabuar të historisë.